Një premtim që është artikuluar shumë qysh nga fillimi i fushatës për të rinjt është ndërtimi i një qendre të modelit Tumo në Elbasan. Fillimisht ka qenë drejtuesi politik që ka përcjellë si një deklaratë të kryeministrit në një takim me të rinjt dhe më pas e ka mbështetur edhe një prej kandidatëve më të rinj të Partisë Socialiste, Musat Soa, në një dalje të tij publike në rrjetet sociale. Tek ish materniteti në qendër të qytetit të Elbasanit, një relik e kohës shkuar e cila do të qëndrohet në një qendër moderne teknologjike sipas modelit suksesshëm të Tumos në Tiranë. I kontaktuar, kandidati Soha nuk dha më shumë detaje mbi realizimin apo financimin e projektit. Ndërkohë, Sara Zeka, një kandidate e re që vjen po ashtu nga shoqëria civile, thekson se në Elbasan mungojnë investime konkrete për të rinjt. Ju mendoj se duhet të nisim nga baza. Të shkosh në shkollat e qarkut të Elbasanit, nuk po flasim vetëm për bashkinë e Elbasan, por në gjithë qarkun që është shumë i madh, mungojnë gjërat bazën për shkolla, që është laboratoret e IT-s. Godina kërkon një fond të konsiderueshëm për restaurim, pa llogaritur pajisje teknologjike për të cilat nuk ka asnjë informacion konkret mbi burimin e fondeve apo afatet e realizimit. Bashkia e Elbasan duket se nuk ka kapacitet financiar për të mbështetur vetë një projekt të tillë. Godina ish martinitetit të vjetër nuk është pronë e Bashkisë Elbasan. Me vendim të Këshillit Ministrave, kjo godinë ka vite që i ka kaluar Universitetit të Elbasanit. Aktualisht, një investim i pjesëshëm në qendrën rinore dhe të karrierës në lagjen Kala, që duhet kishte përfunduar muaj më parë, mbetet pa asnjë lëvizje dhe nuk ka asnjë detaj se kur do të përfundoj. Qendra e vetme rinore shërben si një qendër kulturore e fëmijëve që nuk ka hapësira të mjaftueshme, asnjë vendodhje gjithëpërfshirëse që t'i shërbejë të gjithë të rinjve të Elbasanit.